ku jetoj. Në organizim të shoqatës së intelektualëve Jakova, sot në Gjakovë mbajt një takim letrar kushtuar shkrimtarit të njohur Agim Gjakova, me rastin e 90 vjetorit të lindjes së tij. Të pranishëm ishin intelektual, studiues dhe dashamirë të letërsisë. Në hapje të aktivitetit, foli kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova Rushdi Sefa, i cili theksoi rëndësinë e figurës së Agim Gjakovës në letërsinë shqipe. Ai u shpreh se mjafton pak ta njohësh për të kuptuar shpirtin e tij artistik, guximin krijues dhe thjeshtësinë e tij njerëzore. Jemi mbledhur për të shënuar një ngjarje me peshë të veçantë kulturore e njerëzore. 90 vjetorin e lindjes së shkrimtarit, intelektualit dhe adetarit Agim Gjakova. Ky vend nuk është sallë solemne me rregull e ceremonik, por një hapësirë ku bashkohen shok, miq, lexues, dashamirë të letërsisë dhe të artit, njerëz që e njohin Agimin nga afër ose përmes veprës së tij të gjerë. Disa kanë lexuar më shumë, disa më pak, por mjafton pak ta njohësh për të kuptuar shpirtin e tij artistik, guximin e tij rebelues, thjeshtësinë e tij skofjare dhe thjeshtësinë e tij njerëzore. Pas tij, fjalën e mori studiuesi Anton Nik Berisha, i cili tha se poezia e Agim Gjakovës, me të cilin e ishte marrë më gjatë, ndahet në 3 periudha krijuese, një veçanti që sipas tij nuk e gjejmë të asnjë shkrimtar tjetër shqiptar. Poezia e tij, sidomos poezia e tij me të cilën e marrë pak më gjatë, që doli dhe nga filmi, ndahet në 3 periudha që nuk ndodh për një shkrimtar tjetër shqiptar që njohun. Është periudha e parë që janë filmet që kanë në Gjakovë dhe në Beograd, e dyta është ato që krijohen në Shqipëri dhe e treta është ato që krijohen në Kosovë dhe në Shqipëri. Dhe kemi një krijues të një përmase gjithkombëtare dhe të një kohe mjaft të gjatë. Ajo që e cilëson periudhën e tretë të poezisë së tij dhe krijtarisë së tij është lirimi nga çdo kufizim. Se ne letërsinë e kuptojmë si një tematik, si një motivik, por letërsia është pak më shumë dhe nuk është diçka tjetër. Është sistem ose strukturë gjuhësore përmes të cilit ne e njohim vetveten dhe njohim tjetrin. Me disa vargje poetike, të pranishmit i përshëndeti personazhi kryesor në këtë ngjarje kulturore, poeti Agim Gjakova. Val e jetës rrjedh me hijet e drita. Këngët dalin nga kartërorët e burrave, i këndon era në për 7 brimos e plumbave. Takimi letrar kushtuar Agim Gjakovës u mbyll në atmosferë respekti e mirënjohje, duke vënë edhe një herë në parë rolin e tij si një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë shqipe dhe si krijues me vlerë gjithkombëtare.